Zoti është më i buti në mirësinë e tij. Shiko, mendo, medito kur dëshiron të largoj të keqen prej teje. Ai, Allahu e ban në mënyrën më të bukur dhe fshet. Ose, Allahu kur dëshiron të largoj të keqen diçka prej teje, e ban që ti të mos ta shohësh të keqen fare. Ose, kur Allahu e ban që e keqja të mos gjejë rrugë drejt teje, ose Allahu ju ban që të takoheni dhe të largoheni nga njëri tjetri pas një dam. Këtu është mallështia, mëshira, falja e Zotit. A ke ndonjë dëshirë që të duket e paarritshme? Mes teje dhe saj ka male, pengesa e pengesa. Sinqerisht, atë kanë thonë mjek se nuk ke shpresë për shërimin. Andihesh i dëshpëruar sepse gjithçka që mund bash nuk ta sjell atë që ti e dëshiron, e mendon, e ki qef. Atëherë, kupto emrin e Allahut El-Latif, e kur ta kuptosh këtë emër të Allahut El-Latif, do të shohësh se nuk ka të pamundur në këtë jetë, se Allahu mundet mbi çdo gjë. Dhe se ëndrat tua që dukeshin të paarritshme, bëhen mbretëmundshme. Nëse troket në derën e Allahut, që është Allahu El-Latif, emri i Zotit El-Latif do me thonë, Allahu tregon mirësinë, kujdesin e tij ndaj teje robëve me butësi dhe shumë delikatesë, që u sjell dobi dhe mirësi pa e kuptuar ata fare. Fshehtësi, hollësi dhe veprim i padukshëm. Kjo është Allahu ynë. Vetëm Allahu e din hollësinë e gjanave dhe sekretet e shpirtrave. Prandaj, Allahu është ai që i bën mirë robëve tij fshehtas. Allahu është ai i cili u sjell furnizim e rrugë zgjidhje, rrugë dalje nga vende që nuk i presin, u hap rrugë në errësirë, pa zhurmë e pa bujë, u dhuron pa i tronditur fare. Allahu El-Latif kujdeset për robët e tij. Allahu me butësinë e tij i sjell ngjarje të mëdha që mendja e njeriut i thot është e pamundur, por ai e bën të ndodh dhe e bën të mundur. Pa pritmas, përballë teje ndodh diçka që duket mrekulli. Ti e di se kjo nuk është forca jote. Ajo që e solli, por dora e padukshme që vepron me dashuri e urtësi, e ai është Allahu. Atëherë, shikon lart dhe thuaj me gjithë zemër, Allahu latifun bi ibadi. Allahu është i butë e i mirë me robërit e tij. Edhe njëherë, medito në fjalën e Allahut. Allahu është i butë e i mirë me robët e tij.